Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi rastin e Nicolas Maduros, por edhe se çfarë po bën konkretisht Shtetet Bashkuara të Amerikës me liderët autokrat dhe sa rrezikohet në këtë rast Edi Rama, qoftë nga drejtësia shqiptare, por edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për të folur për këtë çështje, por e tematika të tjera, ne kemi të ftuar avokatin e njohur, zotin Kujtim Cakarni. Zoti Cakarni, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën dhe gëzuar vitin e ri. Të jetë viti mbarë për ju këtë. Gjithashtu edhe për ju. Zoti Cakarni, si e keni parë lëvizjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës kundrejt Nicolas Maduro dhe sa rrezikohet Edi Rama në këtë rast, duke qenë se ka të njëjtat karakteristika si lider autokrat ashtu si dhe vet Maduro? Shiko, ne mbarë bota mund të themi u shokua në farmase, po jo të gjithë, ndaj atij sulmi të paralajmëruar të Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cili prej ardhjes së Donald Trump në pushtet e kishte paralajmëruar disa herë presidentin e Venezuelës Maduro, për të cilin ai akuzonte shumë rënd dhe akuzonte si një diktator apo një njeri i cili ishte i lidhur ngushtë me kartelet e kokainës, të drogës, por mbi të gjitha e akuzonte atë si një njeri që ishte shtypur edhe popullin e vet. Pra, të gjitha këto akuza bën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duke marrë parasysh dhe nga mos reflektimi i tij ndaj këtyre mund të themi akuzave, por edhe disa herë vetë presidenti Trump atë e kishte paralajmëruar, ai u tregua kokfort duke qëndruar asaj pjesës juridike të çështjes, sepse nuk mundet të sulmohet pasi ai ishte një vend sovran dhe historira të kësaj natyre. Padyshimor, nuk po themi që ai nuk është vend sovran, edhe sovraniteti i tij ka rëndësi, por mos harrojmë diçka që ka më shumë rëndësi liritë dhe të drejtat e njeriut, ka më shumë rëndësi qasja që ai ka pasur ndaj popullit të vet, që për hir të së vërtetës, sipas të gjitha statistikave tashmë që janë bërë publike, ai kishte larguar nga vendi 1/3 e popullatës, pra rreth 10 milion venezuelas që nga instalimi i diktaturës së tij. Dhe në kuptim të kësaj, duke marrë parasysh fakti që vitin e kaluar ai vodhi zgjedhjet në të cilat i humbi në fakt, dhe të gjitha këto pastaj përmbushën atë mendimin që kishte administrata e zotit Trump, që ky ishte një lider i cili një diktator që përveç fakteve që cënonte sigurinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës me kartelet e drogës, të kokainës, kryesisht, ai përbët edhe një rrezik të madh, padyshim edhe për popullatën. Dhe në këto raste, unë mendoj ndryshe nga të tjerët, qofshin flatë juristë, por edhe një pjesë e mirë e të majtës botërore, e cila thotë është shprehur sovraniteti, duke u referuar nenit 51 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Dhe kjo ka bërë tashmë që Europa, më fakt e gjithë bota, të reflektoj dhe të shikoj Donald Trump apo administratën e re të Shtetet Bashkuara të Amerikës si një administratë e cila nuk të falë kur ti shkel jo vetëm liritë e drejtat e qytetarëve të tu, por kur ti ata i kërcënon, kur ata i largon nga vendi, kur ata atyre ti i banë varfëri ekstreme, por mbi të gjitha synon rendin dhe sigurinë botërore, por padyshim pastaj synon edhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke marrë parasysh fakti që Venezuela, në rasti konkret, është një vend e Amerikës së Jugut dhe mund ta quajmë si baça pas shtëpisë në Shtetet e Bashkuara. Pra, një vend i cili kishte lidhur marrëdhënie me Kinën, me Rusinë, me Iranin, me gjithë ato vende armike të Shtetet e Bashkuara, kur ndërkohë ai është në kufij me Shtetet e Bashkuara. Kështu që të gjitha këto bashkë formuar, të gjithë atë ansamblin e akuzave, mund ta quajmë, dhe Shtetet e Bashkuara ishin në të drejtën e tyre që ndërmarrën këtë akt. Sa rrezikohet konkretisht Edi Rama nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se
në 2 deklarata publike që ai ka bërë, një për mediat shqiptare, por një dhe për CNN-in në 2016, ku deklaronte se Donald Trump do të ishte një rrezik për Amerikën nëse zgjidhej president, por edhe për vetë botën. Nga ana tjetër, është tallur disa herë me figurën e presidentit Trump, ndërsa ditën e djeshme sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se kush tallet me Donald Trump e ka të qartë fundin e tij. Në këtë rast, vetë Edi Rama, a është i rrezikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Shiko, unë do ta shikoja sjelljen qasje ndaj zotit Rama në dy, në këndvështrimin juridik dhe në këndvështrimin padyshim në politikë, të kuptojmë. Në këndvështrimin juridik, zoti Rama rrezikon. Sepse rrezikon për shkak se ishte zoti Rama është përfshirë në çështjen me Gonigal. Është çështje e cila me Gonigal ka qenë numri 2 i inteligjencës më të rëndësishme, që është ajo FBI, dhe ai e korruptoi, dhe korruptimi i tij nuk është thjesht i korruptim normal, i zakonshëm, i njeriu që ka qenë në një detyrë, në funksion të caktuar, është që ti të synosh padyshim sigurinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe ata kur synon sigurinë e tyre, padyshim që nuk të falin dhe marrin masa. Dhe ky është këndvështrimi juridik. Pra, nuk është edhe parë që zoti Rama ka kryer veprime që kanë shkelur ligjet federale të Shtetit Bashkuara, po ka qenë në rasti përsëritur, duke marrë parasysh faktin që edhe në vitin 2012 ai prezantua si bashkëshortja e Bilalit, pra që dihet ajo historia ku mori pjesë në një mbrëmje gala të organizuar nga ish presidenti i kohës Barack Obama. Dhe përsëri njëjti person atëre që ishte sponsori i zotit Rama, u dënuar në Shtetet e Bashkuara, pra Bilali, dhe së dyti është rasti i Megonigalit. Kështu që në pikpamja juridike, zoti Rama ka synuar sigurinë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës me korruptimin që ai ka bërë numri 2 të agjencisë më të rëndësishme siç është ajo FBI. Pastaj për këtë pikpamja politike, pastaj të kuptohet kjo, sepse zoti Rama nuk është i lider shqiptar, do ta kuptojmë këtë. Zoti Rama është i lider, nuk është i lider siç ka qenë zoti Nano, që ka qenë lider një prodhim shqiptar, ose zoti Berisha, ose zoti Meta, që janë prodhim shqiptar. Zoti Rama është prodhim ndërkombëtar. Dhe zoti Rama është prodhim i qarqeve të caktuara që janë në influencën e George Soros. Dhe ne dim që zoti Rama ka qenë pjesë e pandashme dhe pjesëtar i organizatave të George Soros. Dhe ju e dini tashmë që George Soros nuk ka asnjë aktivitet në Europë. Nuk ka asnjë aktivitet në Europë dhe vetëm në Shqipëri ka. Vetëm në Shqipëri sepse ushqen me para, apo me informacione, po qoftë edhe me forma të tjera, e ushqen zoti Rama. Dhe mos harrojmë që George Soros ishte drejtuesi në hije i departamentit të kaluar i shtetit, që bëte pjesë edhe me president zotin Biden dhe me sekretar shteti, si e kish ky? Sekretari shtetit Antony Blinken. Antony Blinken. Po, i cili vinte në Shqipëri, na i paraqiste në Shqipërinë, vendin më të bukur, më të lulëzuar në botë, na paraqiste zoti Rama si liderin më të iluminuar që kishte parë ndonjëherë njerëzimin, dhe edhe pse zoti Rama vinte zgjedhjet, se zoti Rama kishte larguar nga Shqipëria 1 milion apo më shumë shqiptar, dhe se zoti Rama ishte një autokrat që kishte kapur gjithë pushtetet. Dhe kështu që kjo histori ka marrë fund tashmë me ardhjen dhe me mënyra se si po sillet Donald Trump duke sulmuar në kuptimin me të drejtë të zotit, që të gjithë ata të cilët kanë bashkëpunuar dhe vazhdojnë bashkëpunojnë me fondacionin ose me multimiliarderin ose si e ka George Soros. Dhe kështu që zoti Rama rrezikon sepse zoti Rama është investuar jo vetëm në pikpamja në mënyrat që ne nuk i dim, por është investuar dhe drejt për drejt, duke pak në dy të vista që ai ka shprehur hapur mendimin e tij krejt të qetë, pa u ndikuar ndaj presidentit zotit Trump, që ka quajtur një të keqe për rrezik për botën, për Amerikën dhe rrezik me të gjitha për marrëdhëniet shqiptaro-amerikane, dhe kjo ka qenë në mënyrë të përsëritur, duke marrë parasysh pastaj më fund edhe gjatë fushatës së fundit të vitit të kaluar,
që edhe zonjë e parë, pra zonja Linda Rama promovonte dhe bënte fushat për Kamala Harris duke promovuar asaj librat e saj në Shqipëri e kështu me radhë. Pra, zoti Rama ka dy probleme, i ka problemet edhe juridike, i ka problemet edhe politike, sepse nëse ta shikojmë nga pikpamja politike, ju keni memorien, mu t'i thinim, ka një vit që zoti Trump ka ardhur në pushtet dhe ne nuk kemi, Shqipëria ka qenë, nuk është vizituar nga asnjë zyrtar amerikan. Ka ardhur vetëm ka takuar Altin Dumanin ose Claudian Brown pra në SPAC dhe janë larguar natën. Dhe ka 2 vite gjysmë, mos gaboj, pa ambasador. Dhe kjo tregon edhe një herë që Shtetet e Bashkuara i kanë ngrirë marrëdhëniet me qeverinë shqiptare dhe mos harrojmë që edhe për festën tonë të pavarësisë ata uruan popullin shqiptar dhe i bën thirrje popullit shqiptar që ju duhet distancoheni, e quhet i Shqipëri narkoshtet e kështu me radhë, nëse do ta përkthejmë në gjuhën e trashë politike. Zoti Cakrani, duke pasur parasysh lëvizjet e Donald Trump me rastin e Maduros, por edhe mbështetjen amerikane ndaj SPAC-ut, a mendoni se së shpejti Edi Rama mund të thirret në SPAC për çështjen e dosjes McGonigal, teksa petët e nxehta të Lakrorit tashmë janë hapur, po të përmendim këtu rastin e Belinda Ballukut? Do të kuptoni diçka, me ndryshimin e administratës së Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndryshoi qasjen edhe prokuroria, organi i akuzës, pra prokuroria e posaçme ose speciale. Dhe duke qenë se më parë ishte pa imagjinueshme që të merren në përgjegjësi penale zoti Velia, Erion Velia e kam fjalën, kryetari i Bashkisë së Tiranës, sepse kishte një mbrojtje politike nga George Soros, në atë dy nga babai dhe nga djali, por edhe nga fondacionet, të cilët kishin fondacionin Soros, i cili kishte qenë ideatori dhe regjizori dhe skenaristi i reformës në drejtësi në Shqipëri, dhe u godit zonja Balluku që mendoi se ishte një njeri shumë i fuqishëm, i paprekshëm, edhe pse zonja Balluku ishte njeri i lidhur me të gjitha bandat kriminale në vend. Zonja Balluku është zbës kryeministra në botë që menaxhon dhe është në njohje reale me të gjithë grupet kriminale në Shqipëri, për të cilat ajo i ka bërë edhe investitor strategjik, u ka dhënë edhe të copa toke në bazë të ligjit për investimet strategjike dhe i ka favorizuar ata në të gjithë bizneset e tyre për të pastruar parat ose për të investuar me parat të krimit dhe të korrupsionit. Kështu që zoti Rama është në hall dhe nga pikpamja dhe në këtë rast, sepse të gjithë, nëse zoti Meta sot është ish presidenti, është para burgim sepse dëshiroi Erion Velia dhe zoti Jurikim, morë në përgjegjësi penale zoti Berisha, morë në përgjegjësi penale zoti Mediu apo edhe zonja Balluku dhe Erion Velia, tashmë radha i ka ardhur zoti Rama. Bollu sakrifikua zoti Meta për të arrestuar zotin Rama. Pra, është bërë kokë turku zoti Meta se ju duaj SPAC-ut për statistik, por në fund fare do të justifikojnë që janë ne arrestuam dhe bajmë në para burgim ish presidentin, tani do marrim edhe kryeministrin që është në detyrë kështu me radhë. Kështu që unë mendoj se zoti Rama nuk do t'i shpëtojë dot akuzës, pavarësisht se ai është në ushtrim të funksionit të tij. Ne themi një shprehje ne andaj nga Toskëria, ne themi që peshku qelbet nga koka dhe sistemi korruptiv që është ndërtuar sot autorin dhe regjisorin e tij që është zoti Rama. Avokat, a mendoni se SPAC përveç thirrjes në SPAC të Edi Ramës, por konkretisht edhe drejtësia shqiptare në raport me mbështetjen e ndërkombëtarëve mund të nisë një aksion të atill për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive të politikanëve shqiptarë, duke nisur nga Edi Rama, duke qenë se Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë i kanë ngrirë $10 miliardë në Zvicër vetë Nicolas Maduros. Pra, a duhet filluar nga ky aksion goditja ndaj liderëve të korruptuar në këtë rast? Si praktik, prokuroria e posaçme kur nis një procedim penal për individ të saktuar që kanë lidhje korruptive e kështu me radhë, që janë funksionar ose ish funksionar publik, në 90% të rasteve ajo nis
bashkë me hetimin për të faktuar veprën penale, ata nisin dhe hetimin pasuror. Pra paralel nis dhe hetimi pasuror. Dhe duke bërë dhe hetimin, pra një hetim lidhur me gjendjen e pasurisë paluajshme, padyshim që nëse do rezultoj se ka pasuri të paluajshme, do jeni të bindur që do jetë subjekt i hetimit dhe padyshim do jetë edhe subjekti në objektin e kërkesës për që mund të kërkohet një mas sigurimi për sekuestro e kështu me radhë. Kështu që kështu është ana procedurale nëse dikush një politikan hetohet edhe për gjendjen e tij pasurore, sepse fundit politikani prandaj hetohet për korrupsionin, për veprimet ose mos veprimet e tij që ka bërë ai në ushtrim të funksionit publik, dhe kështu që jam i mendimit se zoti Rama padyshim do ketë një hetim pasuror nëse do ketë një regjistrim procedimi penal ndaj tij. Mos harrojmë dhe diçka tjetër, duhet ta vë sjellë në vëmendje këtë. Zoti Rama është unikal në botë për sa i përket mënyrës se si ai jeton, jetën së luksit që ai bën, sepse ai është përfaqësuesi i një partie të majtë dhe presupozohet të filozofinë e të majtës marksiste, ose jo, po deshet, presupozohet që liderët e tyre janë liderë që janë shtrirënjësh me masat, janë liderë të cilët nuk jetojnë në luks, por jetojnë të barabartë me elektoratin e tyre, dhe ndërkohë ne na rezultojnë që në këtë Shqipërinë e varfër, në këtë Shqipërinë ku 60% e popullatës sipas Bankës Botërore janë në varfëri dhe 30% janë në varfëri ekstreme, jeton në saraje me vila në luksoze dhe me 5000 metra sipërfaqe toke, dhe kjo bën që zoti Rama të padyshim prokuroria, nëse të regjistron procedimi penal, do të hetoj edhe për mënyrën jetën luksoze që ai ka shfaqur, nuk po hyj pastaj atyre akuzave të tjera, të cilët jo vera 33.000 euro, apo udhëtimet e tij me charter, apo udhëtimet e tij me avion të cilët ja dërgon Erdogani për çfarë për shërbim ja dërgon, këtë nuk e di, por pra padyshim që ai do jetohet ai rreth i tij familjar dhe bashkëshortja e tij që është kallëzuar në SPAK edhe nga për pasurinë e saj dhe nga zonja avokate e nderuar zonja Adriana Kalaja. Avokat, a mendoni se në rastin kur Edi Rama mund përballet me drejtësinë apo t'i hapen dosjet konkretisht nga SPAK-u, mund të shkohet drejt një qeverie teknike për cilën po flitet shumë tashmë, gjë e cila mund të menaxhojë vendin më pas për ta çuar atë drejt zgjedhjeve të parakohshme? Shiko, kjo qeverisë teknike më duket diçka e cila po hedhi në tregun mediatik që ne po diskutojmë tashmë, hidhet pikërisht nga vetë zoti Rama për të matur qëndrimin pulsin e shqiptarëve të elektoratit e kështu me radhë. Unë nuk besoj se zoti Rama do pranoj që i lër vendin një qeverie teknike. Ai është kapriçoz nga natyra dhe padyshim nuk do ta pranonte kur që ai të jetonte në Shqipëri në një qeveri teknike. Unë nuk e besoj këtë, më thënë, këto fjalë që janë hedhur në treg, por gjithsesi Shqipëria nuk mund të arrijë kurrë, ose zoti Rama s'mund të arrijë kurrë në kushtet e Maduros që të rëmbehet me natën nga forcat speciale. Në Shqipëri është vend e NATO-s dhe mjafton që një telefonat ose një mesazh telefonik nga ata të cilët e shikojnë Ramën si armiku kryesor i demokracisë dhe i lirive dhe drejtave të njeriut, flas këtu jo nga europianët, se europianët janë të gjithë korruptuar, burokracia e Belgjikës është tërësisht e korruptuar, është e korruptuar pikërisht edhe nga këta autokratët, nga Rama, nga Vučić e kështu me radhë. Unë mendoj se ndryshimi i madh do vi nga ata që sot e kanë marrë seriozisht ndryshimin e rregullave të lojës dhe kthimin në identitet të çdo vendi siç është të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk e mendoj që zoti Rama
të gëzoj 83 mandatet që ai mendon se i ka me djersën e tij në kuptimin figurativ ose i ka marrë me merit, mendoj dhe besoj që edhe Vučić mendonte se kishte fituar zgjedhjet në Serbi dhe ai pretendonte që kishte fituar me thellë ndaj opozitës, edhe Maduro thoshte mendonte se kishte fituar zgjedhjet thellë me opozitës, por zoti Rama nuk do jetë kurrë kushtet atyre sepse do largohet vetë. Dhe largimi i Ramës nuk do jetë largim i cili me dëshirën e tij, po do jetë me kërcënimin në kuptimin që ne s'kemi për ta mësuar kur si do jetë ai lloj presioni, por do jetë me padyshim i shtyrë nga Shtetet e Bashkuara. Çfarë pritet të ndodhë më 22 janar teksa gjykata kushtetuese do të marrë në shqyrtim në seancë të hapur çështjen e Belinda Pallukut nisur nga ankimi i Edi Ramës? Shiko, të them, nëse doni ta elaboroj këtë dhe juridikisht, për SPAK-u nuk përbën asnjë lloj problemi. Po s'përbën asnjë lloj problemi, po fare problemi. Do me thënë deri në 22 janar mund të arrestojnë nëse merr miratimin nga kuvendi për heqjen e imunitetit. SPAK-u atë ka në hetim. Provat që i ka mbledhur, i ka administruar, padyshim që ajo kërkesa që është për pezullim është një kërkesë e bazuar tek dispozita përkatëse dhe ka nevojë të jemi koherent dhe korrekt, që ka nevojë padyshim për një qartësim nga gjykata kushtetuese dispozita në 222 kodit procedurës, që mos të kemi më të tilla si mund të themi konflikte juridike në të ardhmen dhe do jetë mirë që gjykata kushtetuese ta zgjidhë një herë për gjithmonë këtë histori. Duhet të sjell në vëmendjen tuaj që çështja ka kaluar në seancë plenare me një nga 8 antarë të gjykatës kushtetuese, 5 ka votuar pro dhe 3 kundër, që nesër ata 5 pro dhe 3 kundër mund të kthehet në anasjelltas dhe kështu që nuk i dihet se si mund të marri dhe çështja. Por mendoj që edhe sikur ajo t'i jap të drejtë zotit Rama, përsëri nuk do të ndryshoj asgjë te zonja Palluku sepse ata do vazhdojnë hetimet, do vazhdojnë kërkesat e tyre në komisionin parlamentar për mandatet, për heqjen e mandatit, dhe besoj se kjo çështje gjë nuk do ta pengoj fare SPAK-u që nesër të shtojë asaj një akuzë tjetër dhe të marrë qoftë edhe një mas tjetër. Mos harrojmë që deputeti arrestohet edhe kur është duke kryer një vepër penale në kushtet e flagrancës. Kështu që nuk e dim si mund të ndodhi nesër, mund të jetë në kushtet e flagrancës, mund të bëhet arrestime kështu me radhë. Nuk i dihet asnjëherë historisë çfarë mund të ndodhi në të ardhmen. Por kjo nuk e pengon SPAK-un që ndaj zonjës Palluku të vazhdojë dhe të thellojë hetimet dhe padyshim të shtojë edhe akuzat. Avokat, çfarë do të thotë rasti i Ergyes Agasit, i cili pothuajse kishte ndërtuar një shtet paralel dhe ndërkohë shërbente si koordinator mes Edi Ramës dhe krimit organizuar dhe nga ana tjetër kishte filmuar deputet, ministra apo drejtorë që shkonin në zyrën e tij? Zoti Agasi nuk ishte ndërtuar shtet paralel. Zoti Agasi është vetë shteti, sepse nëse shteti është i kriminuar në tërësi, nuk ka pse të ketë paralel, është vetë shteti. Pra, Zoti Agasi ishte vetë shteti. Kështu që ata që ishin në krye të Akshit apo kudo që kanë drejtuar institucionet kanë qenë fiktiv. Pra, kanë qenë aty emra të vendosur, fiktiv, por në fakt punën e kanë bërë të tjerët. Kështu që nuk shikoj këtu shtet paralel, ne mund ta quajmë kur shteti lufton krimin. Dhe shteti ka kapur një grup apo një organizatë kriminale e cila vepron në kushtet e shtetit, pra në paralel me shtetin. Në rastin konkret, ne nuk kemi një luftë ndaj shtetit, ndaj këtyre, por kemi këta janë vetë shteti. Dhe në kushtet që këta janë vetë shteti, ne s'mund të themi ish paralel. Dhe kështu që kjo është një histori që tashmë ka dalë në dritën e diellit dhe kuptohet qartë kuptohet qartë se si ka funksionuar dhe vazhdon të funksionojë shteti shqiptar si një organizatë kriminale. Dhe kjo, thash, nuk është pa dijenin e kryeministrit, nuk është pa dijenin e organeve ligjzbatuese që janë detyrimin ligjor të hetojnë çdo veprimtari të palishme, qoftë kjo bëhet edhe nga kryeministri i vendit. Kështu që zoti Agasi edhe çdo tjetër nuk ka vepruar në palishmëri, të kuptojmë, ka qenë vetë shteti, ata e kanë bërë tamam ato. Ata nuk janë arruajtur nga shteti.
ata ka patur në dorë, emëronin, çemëronin drejtora policie, drejtuesa policie, pra kanë deportuar në gjithë organizmat patuese, ka pasur akses në drejtorinë, në çdo lloj drejtorie, në burgje, në ministrinë e brendshme, pra kudo. Kështu që kjo nuk është diçka që e zbuloi shteti. Shteti është vetë ky. Pra këta e vetë shteti. Dhe kjo është ajo që thash pak më parë që këtu nuk është tërësi e kriminuar, në shteti gjithë inkriminuar. Dhe kjo, sepse kjo është upse në platformë, është një platformë e madhe, ne kështu do qeverisim. Dhe prandaj që ajo të kthemi te qeveria teknike, nëse këtu nuk bëhet një qeveri teknike, të zgjasi minimumi një vit, që të çmontoj të gjithë institucionet e kalbura, të kapura nga krimi organizuar, nga patronazhimi, të kapura në detaje nga pushteti, që të çmontohen të gjitha ato dhe qytetarët të shkojnë të votojnë të lirë, është e pamundur që të ndryshojë situata, sepse ti mund të shkosh për qeverinë teknike 2 muaj, 3 muaj, po Pushteria e Tiranës i fiton zgjedhje, sepse ka strukturat gati, ka policinë, ka gjitha të ngritura. Po, nëse ndjekim rastin siç e bëri Maqedonia e Veriut, pas Gruevskit që bëri qeveri e cila zgjati 1 vit e gjysmë, mos gaboj, pasi u çmontuai gjithë ajo që kishte ndërtuar Gruevski, atëherë është lirua edhe elektorati në maksi patronazhimit dhe shkon në zgjedhje dhe situata ndryshoi dhe Maqedonia ja ku është sot aty s'ka asnjë problemi nga pikpamja e zgjedhjeve kështu me radhë. A mendoni se hapja e folderave të tjerë të Ergjys Agasit nga prokuroria e posaçme mund ta fundosë Edi Ramën dhe nga ana tjetër a ka lëvizje në Partinë Socialiste për të rrëzuar Edi Ramën, duke qenë se tashmë zullumi i tij është trashur? Shiko, unë nuk shikoj në Partinë Socialiste asnjë lëvizje, nëse Partia Socialiste është garnizon ushtarak. Dhe nuk ka asnjë lloj ndryshimi nga një repart ushtarak, që është nën komandat e ndryshon, për shembull nëse ta shikosh nga partitë e tjera, do Partia Demokratike po deshët ju ku ka zëra kundër, ka zëra dalin, flasin, diskutojnë. Kjo që është normale në një parti politike, në Partinë Socialiste është thash është një garnizon ushtarak. Dhe kjo deri sot nuk shikojmë asnjë zë autoritar aty që ti thot zotit Rama, shiko se këtu ne po gabojmë dhe kjo rrugë që ne po na drejton, po na çon në drejtimin e gabuar dhe ne nesër do fundosemi bashkë me ty, absolutisht nuk kam dëgjuar këtë, madje këta dalin. Po ti shikosh të gjithë edhe drejtuese qarqeve ose edhe ata që janë që më të vjetër në Partinë Socialiste, përsëri kënaqen me autokracinë që ka krijuar Edi Rama, qoftë qeverisje, qoftë edhe në Partinë Socialiste. Pra, partia është qeverisja, ajo mënyra e drejtimit të partisë është mënyra edhe e drejtimit të shtetit. Kështu që deri sot, deri këto momente që po flasim, unë nuk kam parë asnjë zë që të kundërshtoj, qoftë edhe të flasi me rezerva për drejtimin që po i bë partisë, po qoftë edhe qeverisë zoti Rama. Prandaj që më duket e pa e largët ajo ditë që mund të ketë zëra kundër Partisë Socialiste. Kjo do mund të ndodhi vetëm, po ju ku vetëm kur të largohet zoti Rama. Zoti Cakrani, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Falenderit ju dhe kalofshi sa më bukur. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.